Mirë se erdhët. Sot do të zbërthejmë një nga idetë, e them me plot gojën, një nga idetë më të fuqishme të menaxhimit, direkt nga libri legjendar i Andrew Grove, High Output Management. Dhe pjesa më e bukur, do ta bëjmë këtë duke përdorur diçka kaq të thjeshtë, diçka që të gjithë e njohim, përgatitjen e një mëngjesi. E pra, si ka mundësi? Si mundet që një vezë e zier, pak bukë e thekur dhe një kafe të mbajnë brenda tyre sekretet për drejtuar një kompani të tërë? Kjo tingëllon çuditshme apo jo? E po pikërisht kjo është pyetja që do të na udhëheqë sot, dhe besoni, përgjigjja është më se befasuese. Pikërisht, të menaxhosh është tamam si të përgatisësh mëngjesin. Kjo është analogjia gjeniale e Andrew Grove. Ai e quan fabrika e mëngjesit dhe e përdor si themel për të kuptuar konceptin e prodhimit. Dhe këtu duhet jemi të qartë. Kur themi prodhim, nuk i kemi fjalën vetëm për fabrikat me makineri. Do të shohim se ky koncept në fakt është kudo rreth nesh. Okej. Pra, çfarë është prodhimi në thelb? Është thjesht një seri hapash. Merr diçka, e transformon dhe e dorëzon. Dhe gjithmonë duke pasur parasysh disa gjëra kyçe: kërkesën e klientit, afatin kohor, cilësinë dhe, sigurisht, koston sa më të ulët. Kjo është zemra e gjithçkaje. Prodhimi është një rrjedh, dhe nuk ka as pak rëndësi nëse po flasim për një mëngjes, apo për të shkruar kod për një program kompjuterik, apo edhe për të trajnuar një ekip të tërë shitjesh. Parimet mbeten fiks të njëjtat: input, proces, output. Tani, le të futemi drejt në kuzhinë. Ta shohim konkretisht si funksionon e gjithë kjo gjë. Sepse duke zbërthyer një proces kaq të thjeshtë si përgatitja e mëngjesit, ne në fakt nxjerrim në pa rregullat themelore të çdo menaxhimi efikas. Mirë, detyra numër 1, absolutisht thelbësore, është të gjendet i ashtu quajturi hapi kufizues. Ky është një koncept kyç. Shikoni, në çdo proces me shumë hapa ka gjithmonë një hap të vetëm që dikton shpejtësinë e gjithçkaje tjetër. Në rastin tonë për mëngjesin, ai hap është zjerja e vezës. Pse pikërisht veza? E thjesht, sepse kërkon më shumë kohë. Çdo gjë tjetër duhet planifikohet dhe të orkestrohet rreth saj. Dhe ja si duket rrjedha ideale në praktik. Hapi 1, vendosim vezën të ziej. Kjo është pika jone nisjes, hapi kufizues. Hapi 2, dhe tani, ndërsa veza zien, nuk presim, fusim bukën të theket. Hapi 3, ndërsa buka theket, hedhim kafen. Vini re, çdo gjë ndodh paralelisht, nuk është njëra pas tjetrës. Çdo detyrë tjetër është e planifikuar në kohë, duke u nisur mbrapsht nga hapi më i gjatë, veza. Në fund, çfarë ndodh? Bëjmë gati tabakanën dhe dorëzojmë një mëngjes ku çdo gjë është e nxehtë dhe gati në të njëjtin moment. Kjo nuk është rastësi, është një proces i orkestruar me kujtesë. Dhe kjo na sjell tek një dallim absolutisht thelbësor që bën Grove, dallimi mes aktivitetit dhe rendimentit. Aktiviteti është thjesht të jesh i zënë, të lëvizesh nëpër kuzhinë, të kryesh detyra, të dukesh sikur po punon. Por rendimenti është diçka tjetër. Rendimenti është rezultati final, një mëngjes i plot, cilësor, i dorëzuar në kohë, një klient i kënaqur. Mund të vraposh nëpër kuzhinë gjithë ditën, por nëse veza del ftohtë dhe buka e djegur, rendimenti është zero. E vetmja gjë që ka rëndësi është ajo që i dorëzohet klientit në fund. Mirë, dhe tani vjen momenti aha. Tani bëjmë lidhjen, sepse të gjitha këto rregullat kuzhinës nuk janë thjesht për kuzhinën. Ato zbatohen në mënyrë universale në çdo lloj biznesi dhe në çdo lloj pune. Pse? Sepse çdo punë, pa përjashtim, është një proces prodhimi. Pikërisht siç thot edhe citati, çdo biznes funksionon si një sistem prodhimi: input, proces, output. Kaq e thjesht. Kjo përmbledh gjithçka. S'ka rëndësi nëse je në shitje, në marketing, në programim apo në menaxhim. Puna jote gjithmonë ka disa inpute, një proces ku ti i transformon ato dhe një output që mund të matet. Dhe detyra e një menaxheri është pikërisht kjo, të menaxhojë këtë rrjedhë. Hajde ta bëjmë edhe më të prekshme këtë ide. Shikoni këto krahasim njëri krah tjetrit. Në kuzhinë marrim një vezë të pagatuar, e ziejmë dhe në fund dorëzojmë një mëngjes. Input, proces, output. Tani në biznes, marrim të dhënat të papërpunuara nga tregu, i analizojmë për të krijuar një strategji shitjesh dhe në fund prodhojmë një forcë shitjese të trajnuar dhe efektive. E shifni, mekanizmi mendor është identik. Okej, tani që e kuptuam që çdo gjë është një rrjedhë, hapi tjetër logjik është të gjejmë se ku bllokohet kjo rrjedhë. Çfarë e ngadalson atë? Kjo njihet si bottleneck ose pika e ngushtë, pengesa. Dhe ky është një ligj universal. Kapaciteti i çdo sistemi, pa përjashtim, përcaktohet nga hallka e tij më e dobët.
Le të kthehemi në botën e reale me një shembull që me siguri e kemi përjetuar të gjithë. Një restorant plot e përplot në orarin e drekës apo darkës. Të gjithë vrapojnë, por porosit vonohen. Ku qëndron problemi zakonisht? Hidheni një sy kësaj tabele. Situata është kjo. Kemi 4 kuzhinier të zotë që punojnë pa pushim. Kemi 5 kamerier që vrapojnë mes tavolinave. Por, kemi vetëm një zgar. E pra, ja ku e kemi problemin. Zgara është pika jonë blokuese. Sa do shpejt të lëvizin duart e kuzhinierve, sa do shpejt të vrapojnë kamerierët, i gjithë operacioni nuk mund të eci më shpejt sa ajo zgara e vetme. Ajo, dhe vetëm ajo, po dikton ritmin e gjithë restorantit. Dhe kjo pikë blokuese ka një kosto reale të macme. Le të themi që me atë staf, kuzhina teorikisht mund të nxjerrë 120 pjata në orë, por në realitet, për shkak të zgarrës, vetëm 85 pjata arrin të dorëzohen siç duhet. Ky është rendimenti i vërtetë i sistemit. Diferenca? Ajo është thjesht humbje, kapaciteti pa shfrytzuar. Por, që të mos mendoni se kjo vlen vetëm për restorante, le të zhvendosemi në një mjedis krejt tjetër. Një mjedis ku pengesat mund të jenë edhe më të fshehura. Le të shkojmë në një kazino. Imagjinoni skenën. 20 tavolina lojrash plot me njerëz. Aktiviteti është në kulm, por ka vetëm një arkë ku njerëzit mund të tërheqin paratë e tyre. Çfarë ndodh? Krijohen radhë të pafunde dhe efekti është katastrofik. Lojtarët frustrohen nga pritja dhe thjesht largohen. E shifni, këtu hapi kufizues nuk janë tavolinat e lojrave, aty ku ndodhi gjithë veprimi. Hapi kufizues është arka e vetme, e cila po mbyt të gjithë fluksin dhe po i largon klientët. Dhe e gjithë kjo analizë na çon në pikën kulminante, në idenë më të rëndësishme të gjithë kësaj historie. Cili është, në fund të ditës, roli i vërtetë i një menaxheri, tjetë arkitekt apo zjarfikës? Ja ku qëndroni gjithë sekreti. Menaxheri zjarfikës është ai që reagon. Kur sheh rrëmuj, futet vetë për të shërbyer në tavolina. Ai shuan zjarret e momentit. Por problemi është se ai po punon brenda një sistemi të prishur. Ndërsa menaxheri arkitekt, ai bën diçka krejt tjetër. Ai bën një hap prapa. Ai nuk futet të gatuaj, por analizon të gjithë sistemin. Ai e sheh që problemi është zgara e vetme dhe shtonjë të dytë. Ai nuk punon në sistem, ai punon mbi sistemin për ta përmirësuar përgjithmonë. E pra, ky është menaxhimi me rendiment të lartë. Dhe kështu gjithçka përmblidhet në këtë pyetje, një pyetje që ja vlen ta mbani me vete. Në punën, ekipin apo projektin ku jeni të përfshirë, cila është veza juaj 3 minutëshe? Cili është ai hapi vetëm, ai proces kyç, ajo pengesë që po përcakton në ritmin e gjithçkaje tjetër? Gjeni atë dhe sapo keni gjetur çelësin për të zhbllokuar të gjithë potencialin e sistemit.